Jelena Bindraji, e cila u bë e famshme si Miss Jugoslavia, ka jetuar në Dubai për më shumë se një dekadë, ku u martua me sheik vendas Said Bindraji, pasuria e të cilit vlerësohet në rreth $2 miliard. Çifti ka 4 fëmijë: Azia 9 vjeç, Hilal 1 vjeç, Hamdan 6 vjeç dhe foshnja Rashid. Mirë po për faktin se është martuar me një sheik, Jelena shpesh ndeshet me ofendime dhe stereotipe të shumta, si për shembull se është një grua e varfër në harem, të cilës i është referuar në një intervistë duke e quajtur veten gjalli i hyremit. Të them të drejtën, t'i hedh një gur çdo qeni që më le, nuk do të shkoj larg, tha Ishmisi, tashmë një sipërmarrëse e suksesshme, e cila foli për komentet se si jeton në harem. Sigurisht që jetoj në një harem, unë jam një hurem më vampir. Burri im është sultani i madhërishëm, ju tashmë e dini këtë, dhe për fat të mirë janë 147 gra të tjera, ndaj nuk kam pse ta ra dhe ta shikoj çdo ditë, tha Jelena duke qeshur dhe tregoi se si është jeta e saj. Kur nuk merrem me gratë e sultanit dhe kam 1 ose 2 orë kohë të lirë, atëherë në Bindraji Capital drejtoj sektorin e shëndetësisë, sektorin startup të IT Tech, një kopsht fëmijësh dhe disa kompani të tjera. Ndonjëherë merrem me fëmijë vetëm për të kujtuar se kush është nëna e tyre. Unë stërvitem dhe ec në plazh kur zhbllokohet gardi i kafazit tim të artë, ka thënë me stilin e saj ish modelja. Suksesi, pohon ajo, është e vetmja gjë që njerëzit nuk e falin kurrë. Ndaj gazetarët në media e pyetën nëse mendonte se kjo ishte arsyeja pse shpesh ishte shënjestër e kritikëve. Nuk jam e sigurt se çfarë suksesi mendoni, për biznes apo pse u martova mirë, pyeti Jelena, e cila e viziton Serbi një herë në vit. Duke qenë se është e martuar me një musliman, has edhe në ofendimet ndaj dietës, e këtë e ka komentuar edhe Jelena me shaka. Unë vi në vendlindje kur të më lejojnë përgjithësitë e mia rreth pallatit dhe kur ka mall për vesh dhe bish deri, vetëm shpresoj që sultani të mos e lexoj këtë, tha ajo.